Ju përshëndes të gjithëve. Ndihem krenar sot që jam këtu para jush. Aq më tepër që në krahun tim është nëna që rri gjithë fisnikëri. Jo se nuk ka dhimbje për djalin e vet. Jo se nuk e mendon çdo sekond, çdo minutë, që pranë vetes nuk e ka fizikisht. Por ajo është aq krenare sa që ashtu si që ka emrin ndriçim, ai ndriçoi Gizaveshin, ndriçoi rrethin e Librazhdit, ndriçoi Shqipërinë, kombin shqiptar. Unë ndihem mirë sot që ndodhem para këtyre intelektualëve, para këtyre banorëve, që gjithmonë mendojnë, gjithmonë sakrifikojnë, por edhe ata ndihen krenar për gjakun e Ndriçim Koxhës, i cili, siç e tha dhe parafolsi nën kryetari i bashkisë, nuk zgjodhi rehatin, por zgjodhi të ketë guximin për tej frikës. Sepse kur kauza është më e madhe, atëhere njeriu bën betejën e jetës. Dhe beteja e jetës tij është që e shkrujti emrin me germa tarta. Absolutisht kush ka lindur do ikë një dite, por ai nuk ikën kurrë. Zoti ju bekoft dhe u takofshim gjithmonë për këto ngjarje të mëdha të Gizaveshit dhe gjithë kombit shqiptar. Që jemi sot këtu në këtë takim përkujtimor kushtuar dëshmorit Ndriçim Koxha. Organizohet ky takim përkujtimor së bashku me pushtetin vendor dhe lokal. Bashkë me pjesër të familjes. Një ditë veçantë jo vetëm për familjarët, jo vetëm për Gizaveshin, por për gjithë bashkinë në Librazhd përgjithësi. Të bukur që për vllajën tim po bëhet një gjë që një emër që nuk harrohet kurrë. Faleminderit dhe respekt. Çan Gizaveshi, Çan Librazhdi Drenica, përmeti Elbasani. Në 6 yjet e Tetovës, Librazhdi, gati gati shkupi, do jetën përvatar, Ndriçim, ti për mos me vdekun, si shqiponja e liridës nar, ngrit shkupi, edhe Kumanova, arada ku me rrethin të topa. Më i bukur vjen ky vit, më i bukur vjen ky vit. Ngrini godat, ngrini shpitrat me një frymë në një dolli, poza gaze, fytyrë të qeshur, të në gjajnë e vit i ri. Ngrini godat, ngrini shpitrat me një frymë në një dolli, poza gaze, fytyrë të qeshur, të në gjajnë ky vit i ri.